Me të vërtet, mundësit kalojnë shpejt si re, prandaj kapni ato kur shfaqen në portat e mirësisë, përndryshe do të shndrohen në pendime. Kjo thënie nga Imam Aliu na kujton natyrën kalimtare të mundësive në jetë. Imam Aliu, i njohur për urtësinë dhe njohuritë e tij të thella, i krahason mundësitë me ret kalimtare. Ashtu si ret lëvizin me shpejtësi në përqiell, edhe mundësitë vijnë e shkojnë me shpejtësi në jetën tonë. Prandaj, është thelbësore për ne si musliman të shfrytëzojmë këto mundësi kur ato shfaqen, veçanërisht kur ato paraqiten si porta drejt mirësisë. Mosveprimi në këtë drejtim do të çojë vetëm në keqardhje dhe humbje të shanseve për zhvillim dhe sukses. Thënia më lartë e përmendur na këshillon të shfrytëzojmë këto mundësi kur ato lindin, apo kur theksohet, kur shfaqen në portat e mirësisë. Kjo frazë thekson rëndësinë e njohjes dhe shfrytëzimit të mundësive që çojnë në mirësi, drejtësi dhe sukses. Këto mundësi mund të manifestohen në forma të ndryshme, siç janë aktet e bamirësisë, kërkimi i dijes, ndihma ndaj të tjerëve ose angazhimi me akte adhurimi. Duke i shfrytëzuar këto mundësi, ne mund të rrisim zhvillimin ton shpirtëror dhe të kontribuojmë pozitivisht në shoqëri. Kjo thënie gjithashtu na paralajmëron për pasojat e dështimit për të shfrytëzuar këto mundësi. Ai thotë se nëse nuk i shfrytëzojmë ato do të shndrohen në keqardhje. Kjo thekson pendimin dhe keqardhjen që mund të përjetojmë kur kuptojmë se kemi humbur mundësi të çmuara për zhvillimin personal dhe shpirtëror. Keqardhja shpesh lind nga të kuptuarit se mund të kishim bërë më shumë ose të kishim bërë zgjedhje më të mira kur mundësia ishte e pranishme. Për të kuptuar më tej rëndësinë e shfrytëzimit të mundësive, do t'i drejtohemi Kuranit për udhëzim. Allahu na kujton në surën Hadid, ajeti 20, ku thotë: "Dijeni se jeta në këtë botë është vetëm lojë, argëtim, zbukurim, krenari mes jush dhe shumimi pasurive dhe fëmijëve. Është si shembulli i shiut, prej të cilit bima i habit bujqit, pastaj ajo thahet dhe e shihni të verdh, pastaj bëhet pluhur." Ky ajet nxjerr në pah natyrën e përkohshme të ndjekjeve të kësaj bote dhe rëndësinë e dhënies përparësi mundësive për zhvillim shpirtëror dhe drejtësi. Në mënyrë të ngjashme, në surën Asr, Allahu thotë: "Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit, pashakohon, me të vërtetë, njeriu është në humbje, përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira dhe që këshilluan njëri tjetrin me të vërtetën dhe këshilluan njëri tjetrin me durim." Këto ajete theksojnë vlerën e kohës dhe nevojën për ta përdorur atë me urtësi, duke u angazhuar në vepra të mira dhe duke kërkuar mundësi për rritje dhe zhvillim personal dhe shpirtëror. Duke reflektuar mbi këtë thënie të Imam Aliut dhe ajetet mbështetëse kuranore, na kujtohet rëndësia e të qenit proaktiv dhe të kapjes së mundësive për mirësi dhe drejtësi. Si musliman, ne duhet të jemi vazhdimisht vigjilent dhe të vëmendshëm ndaj mundësive që na dalin përpara, duke i njohur ato si porta drejt zhvillimit shpirtëror dhe suksesit. Duke vepruar kështu, ne mund të shmangim keqardhjen që lind nga shanset e humbura dhe të përpiqemi drejt një jete me qëllim dhe përmbushje. Allahu i lartësuar na dhën urtësinë dhe udhëzimin për t'i njohur dhe për t'i shfrytëzuar këto mundësi dhe na bekoft me sukses në këtë botë dhe në botën tjetër.